Multimënyrat e njohjes së dijes së fshehtë. Para këtyre ka pasur shumë metoda të tjera që njerëzit e interesuar i kanë përdorur gjatë gjithë historisë për të njohur të ardhmen. Disa prej tyre janë: thërritja e shpirtrave të vdekurve. Është një nga mënyrat që shumë njerëz gjejnë streh. Kjo ndodh kudo, në të gjitha vendet e botës, kudo përdoret thërritja e shpirtrave të vdekurve. Për këtë përdoren shumë mënyra. Njëra prej mënyrave është kjo që praktikohet në Liban, sillet një dras ose dru ose një copë letëre trash dhe në ato shkruajnë ajete të caktuara ose shkronjat e alfabetit. Sillet një filxhan dhe vendoset në mes. Një pjesë e njerëzve lexojnë ajete kuranore dhe thrasin emrin e të vdekurit që të vinë nga bota e berzahut dhe të shfaqet në filxhan. Pastaj i drejtojnë pyetje të vdekurit, kurse filxhani rrotullohet rreth shkronjave duke formuar fjalë. Në Liban ka shumë njerëz që kanë humbur kohën e tyre me këtë gjë, kurse në Nexhefin Fisnik disa studentë ishin të angazhuar me këto tregime. Ata besojnë se sjellin shpirtin e të vdekurit aty për ta pyetur për gabimet dhe eksperiencat që kanë bërë, ose besojnë se sjellin shpirtin e gjyshit të tyre për t'u treguar thesarin. Një formë tjetër që mbështetet në perëndim, përmes së cilës hipotezojnë se sjellin shpirtin dhe e fusin atë brenda një personi tjetër prezent dhe ai flet me gjuhën e të vdekurit. Edhe mënyrat e lartë përmendur edhe kjo mënyrë nuk janë të vërteta dhe nuk janë rrugët e njohjes së dijes së fshehtë. Vallë, vërtet e lëviz filxhanin diçka? Po, është diçka që e lëviz. Një ditë prej ditësh, shkuam një grup personësh tek Sejid Sadri në Nexhef dhe ai na foli për këtë temë. Ai na tha se ajo që e lëviz filxhanin nuk është shpirti i të vdekurit. Lëvizja e filxhanit ka mundësi të bëhet nga xhindët. Ai që thotë se Allahu i madhëruar i ka dhënë autoritet të këtij lloji aq sa ata të afrojnë shpirtrat e të vdekurve, ka thënë diçka të palogjikshme. Nuk ka asnjë bazë në sheriat. Edhe sikur të supozojmë se ky është shpirti një të vdekuri, ky i vdekur kur ka qenë në jetë, a e ka ditur të fshehtën? Çfarë i ka lejuar Allahu atij që të di? Shpirti i të vdekurit mund të di të shkuarën e tij që ai ka përjetuar dhe një pjesë të fshehtave, por kjo nuk është një mënyrë për të njohur dhe mësuar të fshehtën. Të gjitha rastet e përmendura janë mendime, iluzione dhe imagjinata. Ata nuk tregojnë të fshehtën. Argumenti është se shumë prej lajmeve të astrologëve, të astronomëve, të atyre që shikojnë fatin duke lexuar dorën, të atyre që afrojnë xhindët, të atyre që sjellin shpirtrat dhe të atyre që bëjnë falle me anë të llogarive nuk janë krejtësisht të vërteta. Një pjesë janë të vërteta, kurse pjesa tjetër jo. Pjesa që është e vërtetë nuk e argumenton metodikën e njohjes së të vërtetës. Ne nuk jemi as astrolog dhe as astronom, as kështu dhe as ashtu, por kur mendojmë dhe analizojmë klimën politike, në çdo rast shohim se ka çështje që janë të vërteta dhe të pavërteta. Mjaftojnë që disa analiza dhe profeci të jenë të pavërteta për të argumentuar se kjo rrugë nuk është e drejtë dhe ato që thuhen për të janë supozime, hamendësime.